që nga çasti i parë, Bibla hapet me një shpërthim drite. Në fillim, Perëndia krijoi qiejt dhe tokën. Por pas këtyre fjalëve të mëdha, fshihet një mister që shumë nuk e kuptojnë. Çdo hap i krijimit ishte pjesë e një plani më të madh, një plani që do të përfundonte mijëra vite më vonë në Apokalipsin. Zanafilla nuk është thjesht një histori krijimi, është porta që hap udhën e shpëtimit. Perëndia krijoi një botë të përsosur, me dritë të pastër, ujëra të qeta, male madhështore dhe jetë të frymëzuar nga vetë fryma e tij. Në qendër, vendosi njeriun, jo si një qenje të zakonshme, por si pasqyrë të karakterit të tij. Kjo përfillte një qëllim të thellë, dashurinë. Por dashuria e vërtet kërkon liri, dhe aty nis drama e madhe biblike. Krijimi përgatiti skenën për gjithçka që do të vinte më vonë, rënjen, premtimin, shpëtimin dhe ringjalljen e gjithçkaje. Historia nis këtu, me një Zot që krijoi jo vetëm botën, por një plan që do të rikthente njerëzimin drejt dritës. Edhe pse bota ishte e përsosur, liria e njeriut solli një zgjedhje tragjike. Adami dhe Eva nuk ishin vetëm personazhe të një tregimi të hershëm. Ata përfaqësonin çdo njeri që do të vinte më pas. Kur u përballen me tundimin, ata zgjodhen të besonin një gënjeshtër mbi të vërtetën. Dhe kështu, mëkati hyri në botë, jo si një akt i thjesht, por si një çarje e madhe që preku çdo pjesë të krijimit. Dhimbja, vdekja, frika dhe ndarja filluan të përhapen si një hije që zgjatej pa ndalim. Megjithatë, edhe në mes të rënjes, Perëndia nuk e la njeriun vetëm. Ai dha premtimin e parë të shpëtimit. Fara e gruas do ta shkel kokën e gjarprit. Ky nuk ishte një premtim i zakonshëm, por një shpallje e vetë misionit të Mesias. Bibla, që nga faqja e parë, tregon për një luftë të padukshme midis dritës dhe errësirës, dhe rënja e njeriut bëhet pika ku betejë merr formë. Kjo nuk ishte fundi, ishte fillimi i planit të ringritjes së njerëzimit. Pas rënjes, njeriu vazhdoi të largohej nga drita, por Perëndia nuk e ndërpreu asnjëherë komunikimin. Nga Noeu te Abrahami, shpresa mbeti gjallë si një fije drite që nuk shuhej dot. Në kohën e Noeut, bota ishte bërë aq e prishur sa që dhuna mbushte çdo cep të saj. Por Noeu, ndryshe nga të gjithë, eci me Perëndinë. Kjo është arsyeja pse ai u zgjodh për të shpëtuar ruajtjen e jetës. Arka nuk ishte vetëm një bark, ishte simboli i mëshirës, një ndalesë e rrymës së keqes. Më vonë Perëndia zgjodhi Abrahamin, duke i premtuar se nga fara e tij do të vinte bekim për të gjitha kombet. Ky premtim ishte ngjitja e parë e qartë drejt ardhjes së shpëtimtarit. Nga një familje e vogël do të dilte një dritë që do të pushtonte botën. Historia biblike nuk është një rrëfim dëshpërimi, por një udhëtim shprese që vazhdon me çdo brez. Pas Abrahamit, historia hyn në një fazë të re ku formohet një popull që do të mbante premtimin e Perëndisë. Izraeli nuk u zgjodh sepse ishte më i fuqishëm, por sepse përmes tij do të lindte drita e shpëtimit. Historia e Mojsiut është pika ku plani bëhet më i dukshëm. Në shtypjen e Egjiptit, Perëndia i thirrri njerëzit e tij duke dërguar Mojsiun. Çlirimi i Izraelit nuk ishte thjesht historik, ai ishte simboli i çlirimit nga mëkati. Kur u hap deti i kuq, nuk u hap vetëm një rrugë fizike, por një rrugë shpirtërore drejt lirisë së vërtetë. Ligji i dhënë në Sinai u shfaq si një dritë për të treguar drejtsinë e Perëndisë, por edhe për të zbuluar se njeriu nuk mund të shpëtohej vetëm me përpjekjet e tij. Gjithçka çonte drejt qëllimit final, një shpëtimtar që do të përmbushte ligjin dhe profecitë. Populli i Izraelit ishte mbajtësi i kësaj shprese, edhe mes gabimeve, rebelimeve dhe rikthimeve të vazhdueshme. Historia e tyre është një pasqyrë e njeriut, të brisht, por të dashur thellësisht nga Perëndia. Me kalimin e shekujve, Perëndia nisi të fliste përmes profetëve, duke zbuluar gjithnjë më qartë se një Mesia do të vinte për të shpëtuar njerëzimin. Isaia, Jeremia, Ezekieli dhe shumë të tjerë paralajmëruan se botës i duhej një mbret i drejtë, një shërbëtor i vuajtur dhe një dritë për kombet. Profecitë e Isaia 53 përshkruajnë me hollësi vuajtjet e Mesias, shumë kohë para se ato të ndodhnin. Profetët nuk ishin thjesht lajmëtarë,
Ata ishin dritaret nga ku njerëzimi mund të shihte një copës të planit hynor. Ata paralemruan se njeriu nuk mund të mbështetej tek fuqia e tij dhe se shpëtimi nuk do të vinte nga mbretërit toksor, por nga një që do të linte në përulësi. Profecit formuan mozaikun e madh që më në fund do të përmbushej në ardhjen e Jezusit. Çdo fjalë e tyre ishte një gur themeli në ndërtimin e këtij plani të jashtëzakonshëm. Kur koha ishte e plot, plani hynor mori formën më të butë dhe njëkohësisht më madhështore. Një fëmijë lindi në Betlehem. Jezusi nuk erdhi si një mbret toksor, por si një foshnjë në një grazh të thjeshtë. Kjo përullësi ishte dëshmia më e pastër se mbretëria që ai do të sillte nuk ishte prej kësaj bote. Engjëjt shpallën lindjen e tij duke mbushur qiellin me dritë dhe gëzim, ndërsa barinjt ishin të parët që dëgjuan lajmin e madh, një shenjë se shpëtimi ishte për të varfrit, të humburit dhe të thjeshtit. Ylli i Betlehemit ndriçoi natën për të drejtuar dietarët drejt fëmijës që do të ndryshonte historinë e botës. Me lindjen e Jezusit profecit morën frym dhe plani i shpëtimit hyri në fazën e tij më të rëndësishme, prezencën e Perëndisë mes njerëzve. Ky ishte momenti kur drita hyri në errësirën e botës në formën më të butë të mundshme. Jezusi nuk ishte vetëm një mësues. Ai ishte drita që ekspozonte të vërtetën në një botë të mbuluar nga padrejtësia. Jeta e tij ishte modeli i përsosur i dashurisë hynore në veprim. Ai shëroi të sëmurët, u afrua me të harruarit, ngriti të thyerit dhe sfidoi errësirën e zemrave njerëzore. Çdo parabol që tregonte kishte një mesazh të fshehur për planin e shpëtimit. Bariu i mirë, djali plangëprishës, manaferrat dhe gruri. Ai u mësoi njerëzve se mbretëria e Perëndisë nuk ishte një vend, por një gjendje zemre. Mrekullitë e tij nuk ishin thjesht demonstrime fuqie, ishin shenja të ringritjes së botës. Kur qetësoi stuhin, tregoi se kishte autoritet mbi kaosin. Kur ngjalli të vdekurin, tregoi se vdekja nuk do të kishte fjalën e fundit. Jeta e Jezusit ishte dritarja për të parë karakterin e Perëndisë, një Zot i afërt, i dhemshur dhe plot hir. Gjithçka po përgatitej për kulmin e historisë. Momenti i kryqëzimit është zemra e gjithë Biblës. Jezusi, i pafajshëm, u tradhtua, u arrestua dhe u gjykua padrejtësisht. Turmat që vetëm pak ditë më parë kishin pritur me hozana, tani bërtitnin kryqëzoje. Por Jezusi nuk u përball me kryqin si një viktim. Ai e mori mbi vete me vullnet, duke e ditur se përmes tij do të kryej plani i shpëtimit. Çdo gozhd, çdo plag, çdo fyerje ishte e mbushur me një qëllim hyjnor. Në kryq ai mbajti mëkatet e botës, duke paguar borxhin që asnjë njeri nuk mund ta shlyente. Fjalët e tij të fundit u krye, nuk ishin thjesht një klithëm dhimbjeje, por një shpallje fitoreje. Perdheja e tempullit u shqye, duke treguar se ndarja mes njeriu dhe Perëndisë tashmë ishte hapur. Kryqi nuk ishte një humbje, ishte vendi ku dashuria hyjnore shfaqi madhështinë e saj të pakrahasueshme. Në atë çast, historia njerëzore u nda përgjithmonë në dy pjesë, para dhe pas Krishtit. Pas 3 ditësh, heshtja u thyre nga ngjarja më e rëndësishme në historinë e botës. Ringjallja. Guri u hoq, jo për ta lënë Jezusin të dilte, por për t'i lejuar njerëzit të shihnin se varri ishte bosh. Forcat e errësirës menduan se kishin fituar, por ai çast shënoi humbjen e tyre të përjetshme. Jezusi u shfaq para grave të para, duke u besuar atyre lajmin që do të trondiste botën. Pastaj u shfaq dishepujve, duke i qetësuar me fjalët: "Mos kini frikë." Ringjallja nuk është një metaforë, është themeli i besimit. Prova e pakundërshtueshme se vdekja nuk ka fjalën e fundit. Me ringjalljen, Jezusi tregoi se ishte vërtet biri i Perëndisë dhe shpëtimtari i njerëzimit. Ajo ndryshoi gjithçka, mënyrën si njerëzit e shohin jetën, vdekjen dhe të ardhmen. Plani i shpëtimit kulmoi pikërisht këtu. Jeta triumfoi mbi varrin dhe drita mundi errësirën. Pas ringjalljes, Jezusi qëndroi me dishepujt për 40 ditë, duke i mësuar dhe duke i përgatitur për misionin e tyre. Ai u shfaqej në mënyra të ndryshme, duke ngritur besimin e tyre dhe duke u treguar se fitoria ishte reale. Në ditën e ngjitjes, Jezusi i mori në malin e ullinjve dhe u dha premtimin që do t'ju udhëhiqte për gjithmonë.
dargimin e shpirtit të shenjtë. Kur ai u ngjit drejt qiellit, dishepujt nuk ndjen humbje, por sigurim. Jezusi nuk largohej, ai po përgatitej t'i fuqizonte. Dhurata e shpirtit do t'i jepte forcë, guxim dhe mençuri për të përhapur ungjillin deri në skajet e tokës. Ngjitja ishte dëshmia se Jezusi sundon dhe se plani i shpëtimit tani do të vazhdonte përmes njerëzve të Perëndisë. Qielli nuk ishte më i largët, ishte bërë destinacioni atyre që ndjekin dritën. Pas ngjitjes së Jezusit, gjithçka ndryshoi në ditën e rrëshajave. Shpirti i Shenjtë zbriti mbi dishepujt me fuqi të jashtëzakonshme, duke i mbushur me guxim, gjuha të reja dhe një zjarr të brendshëm që nuk mund të ndalej. Në atë ditë, lindi Kisha. Jo si një institucion, por si një trup i gjallë i mbushur me prani hyjnore. Udhëtimi që Jezusi kishte filluar, vazhdoi përmes nxënësve të tij, të cilët tani predikonin me autoritet dhe me mrekulli që i shoqëronin. Persekutimet nuk i tramnin, burgjet nuk i ndalonin. Drita e ungjillit filloi të përhapej nga Jeruzalemi në gjithë botën romake, duke transformuar zemra, qytete dhe kultura. Historia e shpëtimit tani ishte duke u shkruar përmes jetëve të atyre që besonin Krishtin. Kjo ishte prova se plani i Perëndisë nuk varej nga një vend, por ishte i destinuar të arrinte çdo komb, çdo gjuhë dhe çdo popull. Një nga ngjarjet më të fuqishme në vazhdën e planit të shpëtimit ishte kthimi i Palit. Nga përndjekësi egër i të krishterëve, ai u bë apostulli më i devotshëm i dritës. Takimi i tij me Jezusin në rrugën për në Damask e tronditi jo vetëm jetën e tij, por edhe të gjithë historinë e botës. Pali udhëtoi në qytete të mëdha, përballoi rreziqe, u burgos, u rra, por vazhdoi të predikonte me zjarr dhe përkushtim. Letrat e tij u bën themel i mësimeve të krishtërimit. Përmes tij, ungjilli kaloi kufijtë e Izraelit dhe u përhap në Europë, Azi dhe përtej. Pali kuptoi thellësisht se plani i shpëtimit ishte për të gjithë njerëzit, për të pasurit dhe të varfrit, për të lirët dhe të skllavëruarit, për judenjt dhe jo hebrejt. Historia e tij ishte dëshmi se askush nuk është shumë larg Perëndisë sa të mos shpëtohet dhe të mos përdoret për një qëllim të madh. Përmbyllja e Biblës, libri i zbulesës, hedh dritë mbi fundin e historisë njerëzore dhe fillimin e përjetësisë. Në këtë libër, Gjoni sheh vizione madhështore të betejës mes dritës dhe errësirës, të gjykimit përfundimtar dhe të mbretërisë së lavdishme që po vjen. Ai përshkruan Jezusin si mbretin e mbretërve, ai që vjen si fitues për të bërë gjithçka të re. Dëshpërimi i botës së vjetër i lë vendin shpresës së një krijimi të ri, ku nuk ka më lot, dhimbje apo vdekje. Në qendër të zbulesës është bestlidhja e re e Perëndisë me njerëzit. Ja, unë bëj të reja të gjitha. Kjo është përmbushja e plotë e planit të shpëtimit që nisi në Zanafil. Nga krijimi te kryqi, nga ringjallja te mbretëria e përjetshme, historia rrjedh drejt një fundi triumfues. Dhe lajmi i mirë është ky: kush i përket Krishtit, i përket fitores së tij.